asnjë gjë që e ndryshon të premten, që të ndryshoj planet, sot do shkojmë në shtëpi. Po, në shtëpinë e vërtet do me thënë, tek mami dhe te babi, se këtu vërtet jemi në shtëpi, por jo në shtëpinë që ndihemi te zemra jonë. Betohem, është e njëjta ndjesi kjo nga Tirana për në Vlorë, si nga Gjermania për në Shqipëri, nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Më falni nëse dëgjoni zhurma, thjesht kam dritaren hapur dhe dëgjoj zhurmat e Tiranës. Java e dytë që mbyllim, që ka nisur shkolla, plot me sukses, gjërat po shkojnë shumë mirë dhe për këtë jam shumë e lumtur dhe krenare për veten. Ditë të bukura na presin përpara. Kam veshur kostumin tim Nike, edhe tutat, edhe bluzën, edhe hoodin, dhe jam duke pritur një të afërmin tim në fakt që do vi të më marrë dhe do nisemi për në Vlorë. Është fati im i mirë që ai punon çdo të premte këtej, edhe çdo të premte unë mund të kem mundësinë edhe të shkoj jo me fugon për në Vlorë. Ka njeri kaq të lumtur kur niset për në shtëpi që është gjithmonë kështu. Në fakt doja t'ja bëja mushit surprizë. Mami dhe babi javën tjetër shkojnë në Gjermani tek Armando. Jam shumë xheloze për këtë gjë, shumë xheloze. Do doja edhe unë të shkoja shumë, por mund ta lë shkollën. Me dëshirën më të madhe edhe me shpresën e Zotit që gjërat do shkojnë shumë mirë, po planifikojmë një mini udhëtim të vogël bashkë me të dashurin tim për në Gjermani. Kemi një pjesë të historisë tonë atje dhe nuk do na ndajë shpirti gjithë jetën. Përveç faktit që un kam vllajin atje dhe i dashurim ka motrën atje në të njëjtin qytet. E dini, ju që jeni të vjetër dhe ju që jeni të rinj, po, sa po e mësuat edhe këtë gjë. Ishim të gjithë në një qytet, por ja, po shpërndahemi kështu, avash, se cilin ato rrugët e ti, në gjërat e ti. E ky kozhi këtu kam të gjitha rrobat e mia të palara, që sa herë kam mundësin, i mbledh dhe i çoj të mi laj mushi. E bëra çantën gati, kam marrë këtu laptopin tim, disa nga mësimet e mia, disa gjëra për t'i fotokopjuar, edhe jam gati. Nuk e di çka kam harruar, po dhe sikur të kem harruar gjë, nuk ka problem, atje i kam të gjitha gjëra siç i kam këtu, i kam edhe atje. Nuk e di, e keni vënë re ajo, po unë ndihem që jam dobësuar. Nuk e di, ma kishte thënë dhe babi këtë, kur vajta javën e kaluar në shtëpi. Po thashun pse me një javë do dobësohem. Nuk më shtyen minutat, po pres. Unë nuk jam fare vajza e kostumeve sportive, por doja të isha sa më komode dhe sa më rehat, edhe të më shoqëroj si për të ikur në Vlorë dhe si për të ardhur në Tiranë. Jemi në vjesht, po vjen avash dimri dhe mua nuk më duket fare ftohtë. Këtë kostumin e kam blerë në Gjermani dhe më kujton Gjermaninë. Në përgjithësi, çdo gjë që kam në jetën time më kujton diçka. Për shembull, çanta Karl këtu, më kujton universitetin në Gjermani. Mirëmëngjes nga dita tjetër, ju flas mes rëmujës në një dhomë ngjitur në mënyrë që të mundem të xhiroj dhe t'ju hap edhe t'ju flas pak. Nuk ju kisha treguar, po ne kemi filluar me disa punime këtu tek shtëpia tek mami dhe babi dhe duam që të rregullojmë të gjithë pjesën e sallonit, kuzhinës, disi dhomat janë në rregull, jo disi, por dhomat janë okay në rregull, por te pjesa e sallonit donim të jepnim më shumë një rifreskim, të bënim një ndryshim të vogël. Nisëm punimet më në fund dhe kemi bërë plan që duam të ndryshojmë pjesën e tavanit sipër, ta bëjmë me tavane të varur, me drita LED, duam të ndryshojmë perde, tapetët, këndin, pjesën ku vendoset televizori, çdo gjë, por unë punimet në fakt kanë 2 ditë që kanë filluar edhe prandaj ju e pat që ishte shumë rëmuj, por në ditët në vazhdim dhe unë sa herë që të vi këtu do ju tregoj gjithmonë ndryshimet dhe gjërat që do bëjmë. Kisha shumë kohë pa bërë një temu haul që në Gjermani kanë kaluar diku te 3-4 muaj, edhe është hera ime e parë në fakt që porosis nga temu këtu në Shqipëri dhe më kanë ardhur disa gjëra që thash do ju a tregoj, ti provoj dhe unë nuk i kam hapur dhe thash ti hapja këtu bashkë me ju edhe ti shikonim, ti vlerësonim nga pak që na kanë ardha, si na kanë ardha, të lezetshme, vishen a nuk vishen. Sot është e shtunë, është një ditë shumë e ngarkuar, kam shumë gjëra për të bërë, kam çuar një libër për të fotokopjuar
kopjuar, laptopin e çova pak tek puna tek i dashuri në mënyrë që të ma shikoj pak sepse kam një punë në PowerPoint, por laptopi që është Apple, këto që janë iOS, PowerPointin, Wordin, këto programet i kanë me pagesë, nuk është si këto që janë Windows, në mos gaboj, edhe më ka hapur shumë punë. Në fakt, kjo pjesa në Gjermani kur isha futesha me Wi-Fi në shkollës dhe ma aksesonte vetë që mund të punoja në këto programe, kurse këtu në Shqipëri nuk më lejon që të aksesoj dhe të punoj në PowerPoint, ndërkohë që të premten kam një detyrë për ta dorëzuar. Çova njëra tje, ndoshta rregullon diçka ai, ndoshta bën diçka ai, se jo nuk e di, duhet të gjej zgjidhje. Nëse dini ju një zgjidhje, ju lutem më ndihmoni sepse më duhet. Kam disa projekte për në shkollë, domethënë jam shumë full këtë javë që vjen, edhe duhet patjetër që të shkoj me babin tek Marangozi për 2 arsye, për të marrë pasqyrën e gjatë që babi ma ka bërë me porosi dhe për të parë disa objekte druri që ati nuk i duhen më, por mua më duhen për në shkollë. Dhe të shkoj bashkë me babin dhe këtë dhe duhet ta bëjmë po prap edhe këtë sot. Nesër është e diel, sot është e shtunë si që u thash, nesër duhet të postoj videon dhe unë akoma nuk kam nisur nga editime. Domethënë është komplet një ditë super e gjatë. Unë them, le të nisim nga pakoja. Do ta nis në fakt me këtë bluzën gri që ka këtë pamjen këtu. Unë jam me kostum sportiv me këtë kostumin e kolësit, por kam marrë edhe një palë xhinse në mënyrë që ti provoj sepse këto nuk përshtaten edhe nuk rrin shumë bukur me kostumin, kështu që mora xhinset që kur ta provoj të paktën të krijohet dhe ajo ideja e qartë. Materiali është okay, nuk është i keq, pjesë mund të pushavitet shumë shpejt. Kur ta lajm, do ta provojmë dhe shumë mirë që më erdhi pakoja këto ditë, ka vonuar diku te 3 javë, mos gaboj, edhe pjesën e krave e ka kështu, dale do e provoj më mirë edhe që ta krijoj idenë akoma më mirë. Sa më pëlqen, shumë e bukur, prirja perfekte, edhe ka ardhur njësoj siç e pash dhe tek fotoja, më pëlqen shumë, sidomos kjo pjesa e supit që e bën shumë të veçantë, edhe kur do të vishesh thjesht, por jo dhe aq thjesht. Duhet të kisha bërë pak make-up për të qenë më e përgatitur për këtë video. Kam porositur një cover cute për telefonin. Materiali që ka shumë i mirë edhe i fortë. Ka ardhur njësoj si coverat që kam porositur dhe kam bërë një bashkëpunim dikur nga Burga që janë coverat më të fortë ever. Wow! Kam këtë coverin e bardhë këtu që është katandisur si mos më keq. Ta provojmë se sa bukur që do ngjaj. Vazhdojmë me një bluzë tjetër, polka dots me pika sepse janë shumë në modë. Kjo është tepër verore, por tepër e bukur. Mendoj që edhe tani në vjesh mund ta vesh me ndonjë fund të gjatë, por sigurisht edhe me një xhaketë sipër për ndonjë darkë speciale. Vazhdojmë tek një pullover shumë e bukur që mezi e kam pritur. Që nga shumë e ngrohtë. E vendosa përsëri këtë headbandin sepse baluket e mia janë të pa kontrollueshme, të pa bindshme. Shikojni pak se sa e bukur që është kjo pullovra, e dashuroj, vjen kështu e gjerë, ka këtë lastikun këtu tek mënga që rri mënga kështu e mbledhur, ka dhe këtë si tip shalli që shiko, kështu duket diçka shumë e thjeshtë, por kur vendosim edhe këtë, ngjan shumë e bukur, sidomos edhe për ditëve tani në shkollë me një palë pantallona të bardha ose dhe xhinse, por xhinse të gjera, stil oversize, edhe këtë dhe ta kombinoja me një çantë kafe që e kam porositur dhe këtë, por në shkollën time një çantë e vogël si kjo mua nuk më bën punë fare përveç se një ditë të premteve që kam thjesht leksion dhe më duhet thjesht një blok i vogël me vete. Jo, nuk di të them kush është e preferuara ime sepse të gjitha janë shumë të bukura edhe kanë ardhur vërtet ashtu siç unë i mendoja. Duhet ta lej patjetër këtë që ta vesh të hënën në shkollë. Çanta.
shkoni se nuk e ka marrë edhe aq lirë, po të bëj një llogari. Ka marrë gjorë diku te 50-60 euro me këto gjëra. Kjo është çanta. Mund të keni parë një version goxha më të madh se ky që është bërë shumë super viral, por shikojeni pak se sa e bukur që është edhe kjo kamosh, kjo kafja shumë e bukur që vjen si në kafe, si në burgundy, domethënë ka dhe detajet gold, shumë e bukur. Përveç kësaj, ka pjesën këtu që hapet me këtë kopsën, ka edhe një rip të gjatë që përshtatet sigurisht me çantën me ngjyrat, por që mua do më pëlqente shumë që ta vishja kështu ose me një fustan. Kur dal xhiro, ndoshta jo me këtë veshje direkt, por më pëlqen shumë. Është shumë e kombinueshme, shumë vjeshtore, shumë e bukur. Nuk e di sa e pëlqeni ju apo sa stil i këtyre veshjeve që unë ju tregova jeni ju, po për mua të gjitha këto që kam marrë sot janë shumë unë. Dua t'ju tregoj diçka të fundit që e kisha harruar komplet që e kisha porositur. Është një shami për kokën. Pas ka dhe logon e vetë të shkruar këtu, që nga goxha e madhe. Kto ishin të gjitha gjërat që kisha porositur në Temu, më pëlqejnë shumë. I vlerësoja 10 nga 10, nuk është se prisja diçka wow edhe nuk më erdhen ashtu siç i prisja. Sigurisht që kur porosis në Temu nuk e kam pritshmërinë të lartë, prandaj edhe nuk zgënjehem. Një kushori më pyeti, po unë studioj për art design apo studioj për ndërtim? Kemi ardhur në një nga punët e Xhaxhit. Sepse më tha Xhaxhi që këtu ka buk peshku që mua më duhen për... ja dhe kjo më duhet, kjo është një buk peshku e zezë, që mund të më duhet shumë mirë për një projekt. Që njerëz, unë nuk studioj për ndërtim, po ç'a të bëj? Duhet i mësoj edhe këto gjëra. Do kemi një projekt shumë të bukur, ndoshta ju marr me vete për t'ua treguar, do e bëjnë në Tiranë, ato të parat, skicat e para. Por që duhet të gjejnë ndonjë të bardhja dhe ato aty janë të zeza. Ndoshta do më duhen këto, sepse janë më të trasha. Them me shumë mundësi që do bëjmë një pallat, se akoma nuk i kam hedhur idet në skica, që t'i shoh pedagogu edhe të pranoj kush është më e përshtatshme për projektin dhe për temën që ai na ka dhënë. Më vonë. Me 2 ndryshime të reja, besoj mund t'i kuptoni kush është i vëmendshëm tek videot e mia. Në këto 1, 2, 3 sekonda, mund të kuptoj ndryshimet këtu. Kush janë? E para që kam shkurtuar përsëri baluke dhe kësaj radhe i kam shkurtuar pak më shumë në mënyrë që të mos ngelem çdo javë apo çdo fundjavë duke i prerë. Dhe e dyta, kam marrë pasqyrën. Më në fund erdhi dita të marr dhe unë pasqyrën time këtu. Mendoj që i kam shumë herë më mirë edhe më bukur kështu baluket. Zjaten shumë shpejt, kështu që le t'i mbajmë sa i kemi kaq të shkurtra. Unë nuk flas direkt ditën e nesërme, pasi ju keni parë video në xhirimet e fundit që isha në Vlorë, që dola për kafe me të dashurin tim, por ka kaluar edhe një ditë tjetër, duke qenë se kam qenë me të dashurin tim edhe nuk doja që të filmoja, por të kaloja kohën me të. Dikush më kishte shkruar nga video e fundit, por nuk është komenti i parë që më vjen, a nuk e thën ti që ti do bashkëjetosh me të dashurin tënd, tani që ke ardhur në Shqipëri, pse nuk i bashkëjeton me të. Mua më vjen dhe pak për të qeshur me këto komente, se më duket sikur jo sikur ndërhyni, por sikur doni të dini shumë herë më shumë, që po të keni qenë të vëmendshme, unë i kam thënë ca gjëra që nuk do mi bënit këto pyetje që mi bëni tani. Unë nuk kam thënë kur në kanalin tim apo qoftë në Instagramin tim që unë do bashkëjetoj me të dashurin tim. Kam thënë që do jemi më afër, do takohemi më shpesh, edhe kështu ndodh. Se jo të gjitha unë i tregoj në kanalin tim, nuk do të thotë që unë nuk takohem, nuk dal, edhe gjëra të tilla. Rini të qeta. Ai vjen shumë herë këtu në Tiranë, siç unë shkoj çdo fundjavë në Vlorë. Gjesi im do jetë gjithmonë vezë të freskëta të zjera, edhe një lëng me vitamina, kështu që sot do ha 2, meqense di nuk ëngra. Nuk bën sens kjo, thjesht më pëlqen edhe doja 2.
Dhe sigurisht më pas një look nga ky bomb vitaminash që do lulë faqen e Instagramit këtu poshtë, nëse doni që ta merrni dhe ju, ka shumë vlefshmëri fare është kjo, edhe është tepër me mjalt, është çdo gjë 100% bio, të ndihmon me shumë sëmundje, me forcën, si qoftë për të humbur peshë edhe për të shtuar peshë, por kjo ndodh në varësi të sa do ta përdorim ne sa look, gjë që duhet të konsultohemi me faqen pastaj. Kështu që edhe si kjo një look. Përpara se t'ju tregoj veshjen e shkollës, do bëjmë kombinimin e buzëve, unë i dhash një tint me këtë tinti nga Benefit. Okej, më mirë këtu se më binte drita shumë keq nga pas. Do përdor lapsin e anajsit numrin 311. Është ky këtu për të bërë konturimin e buzëve. Buza tani ngjan shumë herë më e plot, kemi dhe lip glossin. Ndërkohë edhe flokët i ka pak të topuzin e çrekull, që ndonjëherë duket sikur janë përpjekur shumë për ta bërë, po më ka marrë thjesht 1 minutë kohë. Lip gloss do përdor këtë nga Essence që është 01, që është në fund në fakt. Duhet të dal një ditë tek Rossmann për t'i marrë. Është shumë ekonomik, realisht më pëlqen shumë edhe do ta riblej. Edhe kështu kemi një look përfundimtar. Aty te kuzhina shikoni enët që sapo i lava. Kam veshur këtë pulovrën që më pëlqeu shumë, edhe mami ma lau, edhe i mora gjitha në Tiranë rrobat e reja. Me këtë fund pantalloni nga Zara që edhe këtë ma keni parë shumë herë sepse kam veshur në Gjermani. Shumë herë që keni qenë prej shumë kohësh. Ri e gjerë më pëlqen shumë, edhe do ta këto janë fund pantallon dhe ri shumë rehat, dua ta them këtë. Dhe kam veshur getat, por do t'i kombinoj nga këmbët me një palë çizme, se nuk më pëlqen që t'i kem të gjitha këmbët kështu për jashta, dhe me çizme gjan shumë herë më mirë. Faktikisht sot mendova që do marr këtë tote bagun që e kam bërë gati bashkë edhe me këtë tubin tim më të ri, që është në fakt një dosje për projektet, në mënyrë që mos të prishen, janë të gjitha projektet që janë të mëdha në pjesë tabaku apo në karton të madh, dhe i mbështjell këtu dhe mbahet në këtë mënyrë. Më duhej dhe këtë në fakt e kam marrë dje që nuk filmova, dhe çantën time tote bag. Nuk ka shumë, për mos të thënë që nuk kam parë fare goca që vinë me këto çanta. Nuk e di si mund të dukem unë në sytë e tyre, mund të dukem si ndonjë çmendur që vinë me ndonjë çantë recke të tillë, por mua më pëlqen shumë edhe ndihem shumë vetvetja. Përtej faktit që ka këto shkrimet e shkruara, më duket shumë komode në fakt. E mendoj që këtë veshjen e bën shumë të bukur edhe flokët, mua më pëlqejnë shumë baluket, por edhe duhen mbajtur shumë, duhen kujdesur shumë, duhen tharë, duhen larë. Sot është e martë dhe marta është dita ime e preferuar në shkollë, se sot kemi vizatim dhe ilustrim grafik dhe është një ndër lëndët e mia të preferuara, shumë nice, ne atë vizatojmë, skicojmë dhe bëjmë modele, punime të ndryshme në mënyrë që të marrim dorën dhe nga një projekt më i vogël të hyjmë dhe të kalojmë në projekte më të mëdha. Por më pëlqen shumë edhe fakti që ne vizatojmë dhe aty na vendosin muzikë, vinë na kontrollojnë për gabimet, na mësojnë se çfarë duhet të bëjmë dhe çfarë nuk duhet të bëjmë. Ndonjëherë më duket si një shkollë ëndrash kjo që po bëj. Flas për degën më shumë. Po i lë llafet, po nisem për në shkollë dhe shifemi aty, do mundohem t'ju marr me veti dhe të tregoj sa më shumë. Mua, paçi. Pas shkolle, kam dalë me kushërën time me Dajanën. Bëm disa foto cute këtu tek piramida. Shikoni pak se sa autumn vibe që është këtu. Hello! Fotot i mbaruam, kështu që ne tani do shkojmë të ham. Unë di qa për të ngrënë. Jam pa ngrënë realisht, jam pa ngrënë dhe më ka marrë shumë uria. Nuk e di ku do ulemi, por di që më hahet shumë. Sa shpejt iku dhe kjo dita e sotme, ora 6, po perëndon, është e rrësuar, nuk e mora vesh kur u zgjova, kur hëngra mëngjesin, kur shkova në shkollë, edhe kur kam ardhur tani në qendër. Por jam lodhur vërtet shumë, ishte një ditë e gjatë, si çdo ditë tjetër, por u lodha sot, u lodha shumë. Sa bukur. Dal ti shoh thonjt, shi sa bukur përshtatet ngjyra e thonjve tani me vjeshtën. Dua t'i bëj edhe unë.
mësimi në shtëpi dhe nga shtëpia në studim. Kjo është rutina e sotme dhe sot do jetë një nga ato ditët pa fjalë, pa shumë muhabet, thjesht hajtini me mua dhe të mësojmë. Do shkojmë tek dhoma e studimit poshtë, është hera e parë në fakt për mua. Me shpresin që do ta gjej hapur, jo shumë të mbi ngarkuar me njerëz, të mbi populluar fjala e duhur. Në rast të kundërt do kthehemi përsëri këtu tek foleza ime dhe do studiojmë këtu. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. U thash sot një herë mirëmëngjes më duket. Nejse, mirëmëngjes edhe një herë për herë të fundit, siç duhet. Do është një ditë shumë e bukur, jam shumë emocionuar, jam shumë e lumtur, jam shumë pozitive, jam shumë happy sepse sot kam një takim shumë të rëndësishëm që në fakt nuk e prisja, nuk dua të zbuloj shumë nga ky takim. E sigur që do ju flas në një video tjetër. Është diçka që ka të bëjë me mua normalisht. Më erdhi ai mesazh dje në fakt edhe duhet të lija një ditë takimi kur kisha unë mundësi edhe kohë, nuk lija dot më shumë se sa ditën direkt të nesërmen, edhe e lash takimin për sot. Në orën 12 duhet të nisem për në shkollë dhe takimin e lash në orën 11, kështu që do përfundoj takimin, të nisem për në shkollë, nuk e di si do shkoj, nuk e di çfarë do ndodh, nuk e di qysh apo tek, domethënë jam komplet në ajër, po thjesht doja t'i ndaja këto emocionet e bukura me ju, edhe se çfarë do ndodh, do t'i themi shumë shpejt në kanalin ton të bukur të YouTube-it. Emocionet as uri nuk kam, por nuk harroj të ha të paktën një lugë mjalt me bomb vitaminash, është vërtet një bomb vitaminash. Çdo mëngjes të paktën nuk ha ushqim, por të paktën të marra disa nga vitaminat që më duhen. Kam bërë veshjen gati, i kam hekur osur, jam gati, thjesht do bëj pakës make-up, të rregulloj pak flokët e mi të shpupuritur, edhe të dalë. Dje studiova tek dhoma e studimit poshtë këtu tek foleja, ishte nice, ishte një ambient jo shumë i madh, kishte thjesht tavolina, karige, kishte edhe monitor më duket, në rast se dohet të hapje ndonjë video, ndonjë gjë, nuk e di nëse funksiononte edhe për ne si student që ta përdornim, apo ishte thjesht kur bën ndonjë konferencë ndonjë gjë, karige, tavolina, priza për të karikuar. Ambienti qet, ishte shumë qetësi, kishte edhe studentë të tjerë, nuk prisja në fakt, po kishte edhe studentë të tjerë që mësonin aty. Një ambient pak më ndryshe, apo kur do të dalësh pak nga kjo foleza e vogël këtu, shkon poshtë, ke dhe hapësirë edhe për jashta për të ulur në karige dhe në tavolina, të rish të marrësh ajër. Në përgjithësi është shumë nice. Na kishte ardhur edhe te grupi i foles më duket që do hapej, po më duket është hapur një kancelari që në fakt nuk e di ku është kjo kancelaria dhe kërkonin punëtore mos gaboj. Edhe shumë mirë sepse kisha ditë që e mendoja që na duhej një kancelari këtu. Se duhet të ngrihem unë që këtu tani dhe të shkoj poshtë Casa Italia për të blerë për shembull një fletore apo një blok skicash kur më duhet. Edhe një thirrje, na duhet edhe një farmaci këtu. Askush nuk po e dëgjon këtë video, po thjesht unë po shpreh mendimet e mia. Market ka, kafene ka, mens ka, parukier më duket edhe berber ka aty poshtë, më duket kam parë, librari kam parë, dhomë studimi ka, palestër ka, ja këto na duhet. Një kancelari që me shumë mundësi edhe kjo duhet jetë, po unë se kam zbuluar ende se ku është, dhe farmacia. Sot në shkollë në fakt kam një lëndë goxha të vështirë ose më komplekse nga lëndët e tjera, mund të them, kam gjeometri deskriptive. Nga fjala e parë kur e dëgjon të duket sikur është matematik, nuk është një matematikë mirëfill siç ne kemi bër, po mund ta quajë në thonjza një matematik arti në atë botë futet. Por fakti dhe mënyra se si e shpjegojnë pedagogët, sepse ne në klas nuk kemi asnjëherë një pedagog, janë 2
për shembull në ditën e sotme janë 3 pedagog. Ndër ditët e mia të preferuara është e marta që kemi vizatim dhe ilustrim grafik. Ky bloku ka qenë me mua nga Gjermania prej shumë kohësh dhe ka letrën shumë të mirë për të skicuar gjëra që na duhen në shkollë. Dhe unë këtë e kam dedikuar për vizatimin dhe ilustrimin grafik dhe na kishte dhënë pedagogja 3 skica që duhet t'i bënim në shtëpi për javën tjetër, sepse Marta iku tashmë. Kjo është skica e parë se unë asnjëherë nuk pres për shembull të hënën për të bërë detyrat për të martën, po i nis gjithmonë më herët. Kjo është skica e parë, duhet thjesht të punonim, të gjenim 3 vëllime trupa gjeometrik këtu në shtëpi, t'i linim dhe të kuptonim nga vinte drita, të punonim me drithijet dhe nga mini printeri që kam marrë nga Temu bashkëpunim para shumë kohësh edhe kjo në Gjermani, printova këtë që ta shofi pedagogja që kam skicuar këtë. Kjo është e përfunduar, në fakt edhe një tjetër e kam përfunduar edhe këtë këtu, por kam edhe një tjetër që nuk e kam përfunduar, që është kjo këtu, nuk e di sa kuptohet aty te kamera. Si herët e para në jetë që unë kap lapsin me dorë për të skicuar dhe për të bërë këto vizatime, jam shumë mirë, edhe pedagogja më tha shumë mirë, kur tregova një skicë që kisha bërë në klas, më tha ngjan shumë fotografi. Prerja e drithijeve, mënyra e drithijes nga më e fortë tek më e butë, ishte bërë shumë mirë. Jam shumë e lumtur dhe për këtë fakt. Gjithkohës kam qenë më shumë tek pjesa e kombinimeve, tek pjesa e estetikës, detajistes, por edhe këto janë element që përfshihen shumë mirë tek kjo dega ime. Okej, do të çojmë tani të bëjmë gati për shkollë, të rregulloj këto flokët e mi shkatrimtar që jam lar në mes të natës, edhe i kam lënë të thahen kështu, nuk janë keq se dikur më rinin më buf. Do preferoja të më rinin më buf në fakt, sepse kishte goxha volum atëherë, kurse tani bie shumë volumi, edhe po t'i shtri un pak do bie akoma më shumë, por të paktën t'i rregulloj të bëj ndonjë kapje, edhe fundja baluket thjesht t'i rregulloj pak me tharse, edhe t'i lë kështu. Juhu, po. Kjo, sot niset edhe mami me babin për në Gjermani. Ja shumë e lumtur që do shkojnë dhe ata andej, të kënaqen, edhe Armando vllai do gëzohet shumë që do jetë me ta. Kishte prerë edhe një bilet majmuni. Kishte prerë edhe një bilet mbrëm për në Shqipëri, për të ardhur në Shqipëri dhe do vi një 10 ditë nga nëntori. Nuk po i shtryet fare thot tani që kam ikur dhe unë. Armandon t'i mbush pak mendjen unë, brenda natës e merr valizhen, mblidhet edhe vin kthehet. E mban thjesht fakti që është në një punë shumë të mirë dhe vlerësohet shumë mirë, edhe kjo e mban fort lidhur me Gjermaninë, po ka dhaj ato momentet e tij që thot do kthehem. Nëse eksperiencat janë të ndryshme, gjërat janë të ndryshme për gjithsecili nga ne, dhe çdo kush qëndron apo shkon atje ku është më e mira për të. Outfit check! Flokët gjys topuz, bluza është nga De Facto dhe ka këtë jakën e bardhë shumë të lezetshme, çanta e Dini dhe pjesa poshtë unë në fakt e kam bërë si fund, është në fakt fustan, edhe këtë ua kam treguar thuajse sa herë kam veshur në vlog, dhe në këmbët kam veshur këto këpucët me këto çorapet e bardha. Këpucët i kam blerë në Gjermani në një dyqan rastësor në fakt. Çorapet janë të HM-s, edhe geta të zeza, edhe shumë pakës make-up. Dhe mendoj që jam gati. Si ju duket juve? Kështu duket edhe make-upi më nga afër. Dhe si gjithmonë në gjeometri deskriptive, gjithmonë dosjen e madhe me vete A3, sepse nuk na del çanta. Gjitha mjetet që na duhen. Shumë pak ju morëm me vete sot në shkollë, ju kërkoj shumë ndjes, por nga emocionet e bukura, nga takimi i paradites që ju thash, që do e mbaj pak të fshet me juve për momentin, edhe nga mësimet e vështira në shkollë, u hutova fare dhe nuk filmova. Këtij vlogu i ka ardhur fundi. Ne do shihemi në videon e radhës që do jetë deri të dielën tjetër. Paçim, kalofshi bukur, ju kam shumë xhan. Kaq. Paçim.